Sauku është zona më problematike për sa i përket lidhjeve të paligjshme të ujit të pishëm. Duke parë situatën kaotike në këtë zonë, ujësiellësi ka nisur ndërprerjen e këtyre lidhjeve, ndërsa për të përmirësuar furnizimin me ujë për banorët që kanë kontrata, është bërë një investim i cili ka rritur kapacitetet e furnizimit nga 5500 m3 në gati 11000 m3 ujë në ditë. Numri i popullatës apo i popullsisë në këtë zonë nuk është më tepër se sa 20 apo 20 ca mijë konsumatorë. Megjithatë, përsëri kjo zonë shfaqet me probleme dhe kjo vetëm për shkak të lidhjeve të jashtëligjshme. Ndërkohë, nga të dhënat tona që kemi, të regjistruar dhe të kontraktuar që kanë kontratë me Ujësiellës Kanalizimi Tiranë, janë vetëm 1200 abonentë. Dhe mendoni pjesa tjetër është pothuajse pa kontratë dhe ndërkohë është dhe pjesë që abuzon me ujë. Problem për këtë zonë mbeten edhe arktimet, të cilat janë në nivele të ulta. Gjithashtu, për të gjithë ata që nuk kanë kontrata me ujësiellësin, kanë nisur procedurat për lidhjen e tyre.